Ish ushtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Gjermani Roland Bartezgo, i cili aktualisht ndodhet në Ukrainë duke ndihmuar luftëtarët e Ukrainës kundër agresionit rus, ka ndarë një opinion mbi trimërinë dhe aftësinë luftarake të forcave të ndryshme gjatë luftërave në ish Jugosllavi. Në një përgjigje publike në platformën Quora, Bartezgo është pyetur se cilët ushtarë ishin më trima gjatë këtyre luftërave, shqiptarët, kroatët apo bosnjakët. A i thekson se ka parë guxim tek të treja palët, por edhe raste frike dhe ikjeje në panik, duke theksuar se trimëria nuk është çështje kombësie. Kam parë ushtar nga të gjitha këto kombe të luftojnë me guxim, por kam parë edhe disa prej tyre duke ikur në panik, shkruan ai. Bartezgo kujton edhe një thënie të parapur gjatë luftës së Bosnjës se serbët kishin pajisjet më të mira ushtarake si trashëgimi e ish ushtrisë popullore të Jugosllavisë, kroatët organizimin më të mirë, ndërsa bosnjakët konsideroheshin luftëtarët më të fortë në terren. Megjithatë, ai thekson se realiteti i luftës është shumë më kompleks. Sipas tij, faktorët që përcaktojnë performancën e një ushtrie janë udhëheqja dhe besimit e komandantët, përvoja dhe trajnimi, motivimi, përfshirë ndjenjën e përkatësisë dhe arsyeën e luftës, mbrojtja apo agresion, ideologjia si dhe organizimi ushtarak. Bartezgo vlerëson se kroatët, bosnjakët dhe shqiptarët e Kosovës ishin përgjithsisht luftëtarë më të mirë se sa forcat serbe që i sulmonin ata. Sipas tij, pavarësisht e përcisë së madhe në armatim, ushtria serbe vonte nga mungesa e motivimit dhe e disiplinës. Kjo është arsyeja pse edhe sot si në Ballkan dikur, ashtu edhe në Ukrainë sot, faktorët jo material, motivimi, organizimi dhe bindja se po lufton për mbijetesë, rezultojnë më të rëndësishëm se sa tanket dhe artilleria, thekson ai. Roland Bartezgo është shtetas gjerman dhe ish ushtar vullnetar që ka marrë pjesë në të gjitha luftërat në ish Jugosllavi, përfshirë Kroacinë, Bosnjën dhe Kosovën. Gjatë viteve 98-99, ai luftoi në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pas përfundimit të luftërave në Ballkan, Bartezgo është bërë i njohur për analizat e tij kritike mbi luftën, moralin ushtarak dhe psikologjinë e konfliktit. Aktualisht ai ndodhet në Ukrainë, ku po ndihmon luftëtarët e këtij vendi në përballje me agresionin rus.